të shikojmë me çfarë vepra nesër do të dalë para Allahut subhanahu wa taala. Të kthehemi tek Allahu xhallahu ala me një pendim të sinqert dhe të mos ta humbosim shpresën në faljen dhe mëshirën e Allahut xhallahu ala. Dhe kështu të nderuar vëllezër besimtar, vazhdojnë shumica për njerëzve duke i mëkatuar dhe duke i bërë gjëna Allahu xhallahu ala natën dhe ditën, dhe fare nuk mendojnë se po t'i kthejnë Allahut sinqerisht, me një pendim të sinqert, padyshim se Allahu xhallahu ala i pranon pendimin dhe i fal mëkatet. Allahu xhallahu shanuhu i thret robërit e tij për pendim në një ajet kuranor ku thot: Bismillahirrahmanirrahim, Qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Thuaj o robërit e mi, të cilët i keni ngatuar vetën me gjinohe, të cilët i keni bërë keq vetë vetës tuaj, la taqnatu min rahmatillah, mos e bëni shpresën në faljen dhe mëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a, Allahu me siguri i fal të gjitha mëkatet, dhe përfundon ajetin innahu huwal ghafurur rahim, ai me të vërtetë është falës dhe është mëshirues.